Besimtarë të nderuar, vëllezërit e mi dhe motra muslimane, sado që shtohen vështirësitë dhe i ngushtohen rrugët njeriut në jetë, ne duhet ta dimë mirë se Zoti Xheleshanu ka 100 zgjidhje të cilat ne nuk i mendojmë. Asnjëherë mos e lejo shejtanin e mallkuar që ti të jesh pesimist, që ti të bish pesimizëm. Asnjëherë mos e lejo shejtanin e mallkuar që ty të hyjë raportin tënd midis teje dhe midis Allahut Xheleshanu. Asnjëherë mos e lejo shejtanin e mallkuar që ty të t'japi pamjen se ka ardhur fundi i dynjas dhe të bësh diçka të keqe ndaj vetes tënde, ose të zgjedhësh rrugën e gabuar me Zotin na ruaj. Mbushë zemrën plot me Allahun tat. Mbushë zemrën plot me shpresë për atë që ka në dorë gjithçka me më të madhin bujar, me atë që nuk i lën kurrë robët e tij madje edhe ata cilët nuk janë besimtarë në moment të halli dhe sikleti, i luten Zotit Xheleshanu dhe Allahu i bëhet suport edhe krah. E jo me ata cilët e besojnë Zotin me shpirt e me zemër. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Me të vërtet, me çdo vështirësi ka dy lehtësime, thot Allahu Xheleshanu. Jo një, por dy lehtësime. Vetëm thjesht qëndro me Allahun. Qëndro me Zotin tat, qëndro me besimin tat, qëndro te e mira, mos kalo te e keqja. Dhe mundohu të jesh optimist dhe të rish me njerëzit e mirë, të largohesh nga njerëzit cilët ta vdesin shpirtin edhe zemrën.